Dhe ju besoj e keni parë këto ditë, këtë periudhë, se sa shumë është folur mbrapsht edhe për procesin e negociatave me Bashkimin Evropian, jo u bllokua, jo u ndalua, jo nuk bëhet kjo punë me Edi Ramën dhe me Partinë Socialiste e tjera e tjera. Vendi i vogël, populli i vogël nuk i mjafton që të bëj më të mirën e vet, duhet që dhe tjerët ta shohin me sy të mirë. Dhe janë bashkuar yjet e fatit, sepse për arsye që nuk lidhen vetëm me sa mirë kemi punuar ne, por lidhen dhe me si po shkon bota, Bashkimi Evropian do që të na marrë brenda vetes. Dhe kjo është e jashtëzakonshme. Ky moment është konkret. Tani ne duhet të bëjmë deri në fund atë që kemi në dorë. Ne na duhet të bëjmë maksimumin që dera e hapur të mbyllet vetëm pasi ne të kemi brenda.